Më 15 prill zyrtarisht përfundon afati kohor I zyrës së prokurorit të specializuar për të përmbyllur të gjitha pretendimet në rastin më të madh të speciales. Në javën kur bëhen 2 vjet prej kur filloi gjykimi ndaj Hashim Thaqit, Recep Selimit, Kadri Veselit dhe Jakub Krasniqit, pritet që të dëgjohen dëshmitarët e fundit të ZPS-s. Pas 4 prillit, mbrojtja do të mund t'i dorëzoj kundërshtimet për hedhjen e aktakuzës, ndërsa sipas rregullorës ZPS-ja ka kohë që brenda 10 ditëve të kundërpërgjigjet. Monitoruesit konsiderojnë se mbrojtja duhet ta shfrytëzojë të drejtën që të therrasë dëshmitarët e saj. Pas këtij procesi, mbrojtjet obligohen që të tregojnë në rast se do të thrasin dëshmitar apo do t'i paraqesin dëshmitë e veta. Gjatë konferencave për ecurinë e çështjes, avokati Thaq në emër të 4 ekipeve të mbrojtjes ka treguar se do të thrasin dëshmitar. Por para se mbrojtja të paraqet dëshmitarët, zyra e viktimave ka të njëjtën mundësi. Në këtë rast janë 154 viktima pjesëmarrëse. Mbrojtësi I viktimave ka njoftuar që pas provave nga prokuroria do të jenë ata që do t'i paraqesin provat e veta dhe do të jenë 2 deri në 3 dëshmitarë që do t'i thrasin, ku 2 prej tyre do të jenë dëshmitarë ekspert. Deri tash janë dëgjuar 125 dëshmitarë, ndërsa janë pranuar disa dëshmi në formë të shkruar. Si dëshmi në formë të shkruar, ZPS-ja ka kërkuar që të pranohet edhe ajo e dëshmitarit 29 dhe një tjetri me pretendimin se kanë probleme shëndetësore. Në parashtresën e ZPS-s, që është publikuar nga gjykata më 18 mars, thuhet se dëshmitari që kishte nisur dëshminë më 10 tetor 2023 për shkak të dëmtimit mendor nuk është në gjendje të dëshmojë. Dëshmitari me kodin W04577 një ditë më vonë kishte kërkuar avokat dhe përmes tij pati thënë se nuk është I gatshëm të dëshmojë, por të shkojë në burg. Në po të njëjtin parashtrim, ZPS-ja ka kërkuar që të pranohen me shkrim edhe deklaratat e 3 dëshmitarëve për shkak të mos sigurimit të prezencës së tyre.